Pse Vladimir Putin I quajti liderët evropian ndërkuc në një transmetim televiziv. Европейские подсвинки. Në një takim me zyrtar ushtarak të profilit të lartë më 17 vjetor, presidenti rus e përdori termin ofendues podzvinki për t'i përshkruar liderët evropian. Ky nuk ishte lëshimi I tij, ishte një fjalë e përdorur qëllimshëm. Putin ka përdorur fjalë zhargoni me dekada. Më 1999, pasi I u referua separatistëve që qenë si terrorist, ai tha se do t'i zhdukte ata në një nevojtore publike. Këtë herë, shënjestra e Putinit ishin liderët evropian. Ai I akuzoi ata se u besojnë verbëri Shteteve të Bashkuara, sidomos administratës së Joe Bidenit, duke pretenduar pa asnjë dëshmi se ato ishin përpjekje të qëllimshme për të provokuar luftën e Rusisë në Ukrainë. Shprehja podzvinki në rusisht nuk nënkupton vetëm ndërkuc. Ajo nënkupton edhe ndjekës, bindje dhe mungesë pavarësie. Putin duket se beson që ai lloj fjalori mund të funksionojë në audiencën e brendshme dhe çon mesazh jashtë kufive. Koha ka rëndësi gjithashtu. Putin I bëri këto deklarata teksa shtetet evropiane janë në linjë me Kievin, kur e kundërshton planin për paqe të prezantuar nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump, me arsyetimin se është shumë në favor të Rusisë. And I think we're closer now than we have been ever. I gjithë synimi I Putinit është krijimi I ndasive mes Shteteve të Bashkuara dhe Evropës, si dhe mes shteteve evropiane. Në fjalimin e njëjtë, Putin I përsëriti kërcënimet e tij. Rusia do ta zaptoj territorin Ukrainës me forcë nëse propozohet një marrëveshje për paqe që nuk I plotson kërkesat e Moskës. Por kjo nuk ishte vetëm një fyerje, ishte edhe paralajmërim, provokim dhe mënyrë për ta hequr faj nga vetja nëse përpjekjet për paqe dështojnë. Si përfundim, gjuha është e vrashtë, por strategjia e kalkuluar. Европейские подсвинки.